Ka dyshime për koordinim rajonal? Ka dyshime që këtë do të ketë ndikim. Në rast se një prej tregjeve ka tendencë për manipulimin e një tregu, domosdoshmërisht ai manipulim do të ketë ndikim edhe në tregun tjetër. A është shumë me çujt mafi rajonale apo s'kemi fakt të hala për këtë? Varet prej hetimeve. Zëreja, tazam kemi përvoja në Bashkimin Evropian që hetimet zgjasin deri 5 deri 10 vite. Tazam rasti i Bullgarisë, rasti i Francës, varet prej masisë së hetimit, meqense se kjo manipulimi i tregut është i ndërlidhur edhe me tregjet regjonale. Në momentin që ka të përfshin edhe në tregjet regjonale, këto manipulime janë të koordinuara edhe me shtete tjera, ne duhet të koordinojmë hetimet edhe me rregulatorët e regionit, po në të njëjtën kohë edhe me rregulatorin evropian, meqense një manipulimi në një treg në shtetin A ka dyshime për koordinim rajonal? Ka dyshime që këtë do të ketë ndikim. Në rast se një prej tregjeve ka tendencë për manipulimin e një tregu, domosdoshmërisht ai manipulim do të ketë ndikim edhe në tregun tjetër. Për këtë arsye me çujt mafi rajonale apo s'kemi fakte hala për këtë? Po ne nuk kemi fakte ende, ne jemi të mbledh dhëna dhe në momentin që do të kemi fakte, ne do t'i publikojmë edhe raportet ju e dini se kemi edhe një rregull për masa dhe gjobat. Konform asaj rregulle dhe zëreja do të merr masa dhe gjoba për të licencuar që kanë shkel kushtet e licencës. Po mendoj me një aspekt tjetër. Veç kisha dështë edhe me i siguru edhe një herë qytetarit tonë, meqense ka shumë informata, zëreja ka të pamundur në këtë fazë me qenë gjithmonë për shkak të dëmtimit të hetimeve, e kemi të pamundur me dalë në secilin prej çështjeve që diskutohet nëpër media tona. Mirë po, edhe ato dhëna që po qarkullojnë, shumica prej tyre janë ngëdalë edhe nga ana zërejes me qëllimin e vetëm që në rast se kemi vlerësuar që s'ka dëmtim të hetimeve, i kemi shpërndar me media tona aty ku ka pas mundësi mi shpërndar.